Okej, jemi gati për të shkuar në shtëpi. Shkojmë aty? Mirë mbrëma yje. Mirë se ju gjej. Jeni bërë si të bukur, po si nga hera gjanën të bukur. Cave për jush që keni qenë me lot në sy gjatë këtyre ditëve, i është rikthyer buzëqeshja, ca të tjerë vazhdojnë të jenë mirë. Di që ca për jush madje edhe kanë nisur të agjërojnë aty brenda, apo jo? Po. Kush pa agjeron për momentin? Unë, Gimbo, Greta. Uroj të jetë një agjërim i lehtë edhe i pranuar. Uluni reatoni, sepse kemi shumë për të folur sot. Uroj të kenë qenë 4 ditë të këndshme për shumicën për jush, edhe pse jam i bindur që fjala e këndshme në Big Brotherin e këtij sezoni nuk di se sa rri, po e nis nga Artani. Artan, hamon. Duke se të mërë zoni edhe ty si puna ime, më duke. Unë jam me një grip të tmerrshëm. A, shef, pra. Dhe jam i lumtur që jam larg jush që të mos e fus aty brenda se... Të shkuar. Falenderoj, po... Nuk e di, ti e ndjeve veten si lider këtë periudhë, apo si brigadier Zifti? Jo, faktikisht, unë si lider sepse kam pas daje në afër shumë, po të regova se këtu ka shumë punë për të bo, po punëtor s'ka hiq. Okej, e kuptova. Ndërkohë, Mateo ka dalë nga shtëpia për pak minuta mbrëmë, Mateo? Po. Sa goca ishin të goca dhe gra? 4. 4 apo 5? Vallaj. 4 t'ja shukur ty. Se kemi qenë duke marrë në Artani, se Artani përmend S'ke faj. Shiko, unë nuk jam dakord fare që ai program të quhet Goca dhe Gra, sepse asnjëra nga gratë e atij programi nuk janë goca, janë të gjitha gra dhe edhe më gra. Që i përshëndesim intervista të pesta. Më e bukur që kam bërë ndonjëherë. Kush Ishte intervista më e bukur që kam bërë ndonjëherë. intervista më e bukure? Po, gjithë pozitivitet. Pozitivitet, wow, o Mateo, qa thua më burse të pute? Unë jam knaq për vetë. Je knaqur, e mirë, mjaft i është knaqur ti, kjo ka rëndësi. Marko, të lutem, qesh një herë si që qesh ti. Vetëm mos gërit. S'ka me kam lon tash. E kam lon legje. E kam lon arditin, Marko, të disha kam bërë. E qeshura jote është aq e fuqishme sa është zilja perfekte për t'u zgjuar nga gjumi në mëngjes. Ke edhe zile që ja kaloj bukur. Po. Sidomos kur qesh me të madhe, nuk di do me thënë. O Ledon, e forta është që i thonë, për shembull, vendos mikrofonin, s'ka nevojë fare. Po s'ka nevojë. Keni shkruar një këngë, dyshja? Miri Marko? Vrap, mere shpejt. A, bukure? Si ka dalë? Mirë. Këndoje, të lutem. Qa është këngë dashnia apo këngë... Se dile, jo nun tekstin e kam ble, me lek. Po apra si është këngë dashnie, këngë tradhtie, këngë... Atyri të këtë... Për mamin, këngë për babin, për qa është? Te dyta, rrejnë. Te tradhtia, a? Ku e ke tekstin, ku e ke? Vrap. Hajde tash se... Miri, ndërkohë që merr Marko tekstin, po. Mesazhet bukura te Big Love, ë? Shumë. Shumë, edhe më pëlqeu shumë mesazhi që më ka dërguar bashortja me Gocën. Aha, t'ka parë malli besoj. Patjetër. Se Gocën e takove, po bashkëshorten? Më rrallë. Më rrallë. Distanca. Por edhe mesazhi i fundit ishte shumë i bukur, më pëlqeu shumë. Tashi, Marko, të gjithën se këndojmë dot, po atë pjesën më ngacmuese, pra që Monikës ti rizgjohet dashuria, është ideja. Unë do kisha, Ledon, do kisha dëshirë që ta recitonte atë pjesën. Ne ta recitojmë, po patjetër, me të recitojmë, në çfarë problemi? Strofën ta recitojmë dhe të kënojmë vesh refrenin. Okej. Gjitha unë t'i dhash, nga ty mora tradhin. Në zemrën ti me pash, ti mbete një kujtim. Një shmim që ja pagova me gjithë dashurin, një pik në oqean që ta mbyt vetmin. Se pate guximin t'ma thoje në sy. E kuptova unë në fund sa vleja për ty. S'ma tregove kur se sa e doje shpirtin tim, çdo damari imi luftoj për dashurin. Ja nuk
unë do të përzin, se shpirtin tim ti e vrave në thik. Jo, nuk ta fal, unë do të ratin. E vetëmi e gjë që na mungon të këtë sezon, kjo ishte. Faleminderit Marko, ta paçim Borxh. Në televotim. Sonte do të ishin Juela Mal, Marko, Miri, Selin dhe Rogert, po siç edhe u njoftuat nga leximi me lot në sy dhe me zërin që i dridhej i zarfit të zi nga Brikena, televotimi u anullua sepse brenda asaj shtëpie nuk është më Kristi. Kristi i cili duam apo nuk duam ka qenë një nga kryefjalët e këtij edicioni. Një personazh që për shumë ishte i dashur, si në rastin e Brikenës, një miqësi e lindur edhe një lidhje që lexohej nga trishtimi në sytë e saj, po edhe jo fort i dashur nga një pjesë tjetër e banorëve të cilët mezi prisnin të ndodhte pikërisht kjo që ndodhi. Shumë kanë qenë ata që kanë hamendësuar mbi çfarë ka ndodhur me Kristin, pse vllai i madh vendosi që të përjashtonte banorin, dhe përgjigjet i marrim tani. Shohim klipin.